policia. Policia ka qenë si slave, edhe është slave, merë $600. Kurse disa rrugaq shqipfolësit në parlament, që e deputet, këta rrugaq i marrë duke shitur misra, si që muar një djalë nga Maliqi, nga fshatrat e Maliqit, ka qenë ferm ajo, e muar dhe e futën në PD, gjoja e futën në burg, u bëdhe me lesha. Ja Berisha e nëzori jashtat. Ja këta bërin të dashur shqiptarë. Policinë e shkatruan. Sot doli Prodi, dhe jo më Prodi, ke dalë sot në konferencë e ke thënë që ne organizata e policisë. Policia nuk është organizatë. Ti e ke mirë në fakt, sepse ju që jeni drejtorat e policisë, ju e organizatë kriminale. Ju i vithi, ajo nuk quhet organizatë, po quhet policia e shtetit. Sot ke thënë para një ore, dolin interviste edhe the, ne po bëjmë të mundur, po bëjmë çdo gjë përpara, jemi organizat. Çfarë organizat jemi? Turp të kesh. Ti je drejtori i policisë, edhe quhet policia e shtetit, policia që mbron shqiptarët, e ka shqiponjën në ballë, o Prodi, ke ka bua shumë, që e quan organizat, turp të kesh, po harrove edhe e quajtë organizat. Organizat quhen mafja, organizat quhen kriminelët, hajdutët. Ajo nuk quhet organizat, po quhet policia e shtetit, ose policia e qytetit. Ti je drejtori i policisë të Shqipërisë. Janë 10.000 polic. Policia merr $600, kurse koka jote merr mira $. Të thash rande parë, ishe në moshë të re. Dosja jote është bërë shumë e rrezikshme. Dhe më në fund të unë për sot me rrezikshme, kur ti fole, ne të ndjekëm ku hyne, ku delti. Jo vetëm ti, po të gjitha ata në qeveri për 35 vjetë, ne i dim me këta kohën, ku ven, qa pazari ben, si i shesën, si marën parat. Ne i dim, mo Prodi, çdo ambasador që ka ardhur këtu në tokën e Shqiponjave, kanë erdhur pa brek, kanë ikur milionerë, kanë marrë pasuritë e shqiptarëve, kanë marrë gjakun e shqiptarëve. Ra tërmeti, janë pa shtëpi leti, dhe atër bota para, i ndanë vetë, edhe sot ti na i qojtë ke policinë organizat, turp, qarë polici pas ke qenë. Pra, të dashur shqiptarë, kjo është arsye që flasëm për qeveri teknike. Pilinçi e ka bërë me patriotët qeverin teknike.